Shmangni këto gabime, nëse nuk doni që përgjigjet e analizave tuaja të jenë të gabuara. Gabimi i parë, mos konsumimi i ujit. Gjithmonë përpara se të kryeni një analizë gjaku, duhet të konsumoni ujë. Uji është shumë i rëndësishëm, sepse në rast se nuk keni pirë mjaftueshëm ujë, gjaku është i trashë. Keni vështirësi në gjitjen e venave dhe ca parametra janë të larta. Nëse doktori ju ka kërkuar që analizat të jenë ESL, do të thotë jo ushqim për 8 deri në 12 orë, jo çumësh, jo lëngje me sheqer dhe jo çomçakës ditën e analizave. Gabimi i tretë, që e shoh shumë shpesh, është ndërprerja e tabletave të përditshme përpara analizave pa u konsultuar me mjekun. Tabletat si tensioni, diabeti dhe shumë të tjera duhet se s'bën të konsultoni me mjekun tuaj përpara se të stoponi ditën e analizave. Gabimi i radhës është mos bëni palestër intensive një ditë përpara analizave të gjakut, sepse ndikon tek rritja e vlerave të enzimave të mëlçisë, të sheqerit, gjithashtu stresi